Shqipëria ndan nga buxheti publik shumë më pak fonde për mbrojtjen sociale në raport me prodhimin e brendshëm bruto sesa vendet e tjera të Europës. Sipas një krahasimi të Eurostat, që i takon vitit 2023, vendet e Bashkimit Evropian shpenzojnë mesatarisht mbi 25% të prodhimit të brendshëm bruto për mbrojtje sociale, ndërsa Shqipëria vetëm rreth 11%, duke u pozicionuar në fund të listës, duke lënë pas vetëm Turqinë. Kontrasti me mesataren europiane është i theksuar, me vendet si Franca, Gjermania, Belgjika apo edhe mesatarja e Eurozonës shpenzojnë afërsisht 2 deri në 3 herë më shumë për skemat e pensioneve, ndihmës ekonomike, politikat e papunësisë apo përfitimet të tjera sociale sesa Shqipëria. Edhe vendet e rajonit si Bosnia apo Malizi raportojnë përqindje dukshëm më të larta se Shqipëria, duke e thelluar më tej hendekun rajonal. Këto të dhëna ngrenë pikpyetje mbi mbështetjen që sistemet sociale në Shqipëri arrin të ofrojnë, sidomos në një periudhë me rritje të kostove të jetesës dhe presion të shtuar mbi familjet me të ardhurat të ulta dhe pensionistët. Hendeku i madh me mesataren europiane sugjeron se sistemi aktual i mbrojtjes sociale vinjon të mbetet i dobët krahasuar me standardet e Bashkimit Evropian, ndërsa nevojat sociale të popullsisë rriten nga viti në vit. Në vitin 2023, shpenzimet totale për përfitimet e mbrojtjes sociale në Bashkimin Evropian arritën në 4.607 miliardë euro. Në Shqipëri, gati 88% e shpenzimeve shkojnë për mbrojtje sociale dhe vetëm 12% shpërdahen për zërat e tjerë, si shëndeti, ndihma ekonomike e tjerë.